mundshme me ecë toti me këtë proces. Sikur ato të vendosej që do të votohej me mënyrë të fshehur, pavarësisht që në bindjen nuk është demokratike, sepse zgjedhet njëra prej funksioneve, 2-3 funksioneve më të rëndësishme të vendit, dhe në këtë drejtim nuk është praktik 8 legislaturat e më përparme, çdo herë është zgjedh kryetari i Kuvendit me procedurë të hapur votimi, pavarësisht faktit që ndeni 54 i rregullores punës së Kuvendit përcakton mënyrën e votimit. Megjithatë, kjo i referohet seancave të rregullta, edhe këtu kemi seancë konstituive, edhe prapë është shumë e rëndësishme me e thonë. Domethënë, përderisa ka filluar një proces, është në rrjedhë, sepse seanca, tentimi për vazhdimin e seancave është vazhdimi i seancës parë, kur ka filluar me 15 prill. A është antikushtetuese? Në bindjen time, ndryshimi i rregullave nuk është demokratik, a është antikushtetuese apo jo, thonë është në bindjen time fakti që ka filluar një proces, edhe në ndërkohë jepet një propozim tjetër. Në rast se ky propozimi i dytë nuk i merr votat, është e padrejtë, nuk ka të drejtë kryesuesi teknik me mbyll seancën në mënyrë arbitrare, mirëpo duhet me vazhduar një procesin që ka filluar, sepse i ke dy alternativa. Këtë që ke filluar, këto tjetër që si merr votat duhet me vazhduar tutje, sepse është paragjykim i vullnetit të deputetëve. Mund ndodhë që na kush ndoshta kanë rru mendje, hipotetikisht. Se ka marr shpeshherë vendime duke llogaritur praktika. Pra nëse mungon një rregull ligjore shkruar, praktika pastaj e krijon rregull të pashkruar, është e pamundshme dhe gjykata kushtetuese të parashet çdo situatë të mundshme, sepse kemi ballavaçuar çdo herë me situata të reja. Dje e thash dikon, domethënë se shpeshherë i referohem me finesave jo. E para, kushtetuta nuk duhet me prit që përcakton bllokim. Edhe e dyta, nuk ka mundësi me i parapa çdo finesë, sepse edhe kushtetuta më e gjatë në botë që njihet në teorinë kushtetuese, kushtetuta e ndis, nuk ka mundësi me i parapa këto çështje. Por kjo mbi gjitha nuk është çështje kushtetuese, kjo është çështje ekskluzivisht e mos gatishmërisë, mos vullnetit të për reflektim nga përfaqësuesit e subjekteve politike, dhe është mungesë e seriozitetit e përkushtimit për reflektim të kësaj klase politike, sepse politika nuk është ato për me qenë burimi krizave siç po ndodh, por është për të reflektuar dhe për të gjetur zgjidhje në raport me ndonjëherë kur është në pyetje interesi vendit, kur është në pyetje, thonë ndoshta edhe me dal për te vetes, me votu. Edhe mi dhon mundësinë tek i fundit mi dhon mundësinë me u dëshmuar nëse eventualisht i kanë numër siç po thotë. Bjen edhe sikur me kallzu vullnet dhe me propozim dikën nga opozita. Kjo është... Unë menoj edhe këtë para se me... Fer nga aspekti politik. Unë menoj që sikur opozita ti kishte numrat. Ndoshta ka ardhur momenti që me testu standardin e vendosur prej gjykatës kushtetuese në vitin 2014 për sa i përket çështjes së të drejtës ekskluzive për ta propozuar kandidatën për kryetar të Kuvendit prej subjektit politik fitues. I kemi 11 seanca, domethënë nuk ka reflektuar me testu, me votu një kandidat prej një subjekti tjetër, me shku në gjykatë kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese me thonë që në rast se eventualisht e ka shfrytzuar mjaftueshëm atë që njihet në teori si kohë e arsyeshme, i ka pas më tepër se një muaj kohë për reflektim, nuk e ka bën një gjatë të tillë, prandaj vrehet tendencë qartë për me blloku. Mirë po, një gjë të tillë, unë jam i bindur që bëhet ekskluzivisht si rezultati mungesës edhe të numrave që nuk i kanë fakt tabori tjetër, sepse ka fillu konsultimi se në aspektin praktik nëse i mbledhim deputetët në përqoshe dalin që i kanë numrat, po duhet pra aty gatishmëri dhe marrëveshje politike, që duhet me partinë e parë, duhet edhe me partinë e tretë dhe të katërt. Pra duhet marrëveshje politike në dy taboret, po qitash për qitash kur situata vështirë për të parë, po kam përshtypjen që edhe zoti Kurti po mundohet vetëm me zvarrit këtë çështje për shkak që dikon kur të ngritën temperaturat mbi 30, diaspora vjen në Kosovë, dhe aty mendon mbase të shkojnë zgjedhje, edhe pse nuk është shumë e garantueshme se do të mund të merr shumë vota për shkak që liberalizimi i vizave u zhbë, diaspora nuk është më me atë ardhen që kanë qenë në vitet e kaluara, në këto vite ose vitin e fundit ka pas shumë më pak diasporë në Kosovë, edhe një kalkulim i tillë strategjik i tij mund të jetë i dështuar. Pra,
ideja dhe